Besimtarët ortodoks në Vlorë kanë kremtuar të Premten e Madhe, e njohur ndryshe si e Premtja e Zezë, një ditë me rëndësi të veçantë në kalendarin fetar. Kjo ditë simbolizon përkujtimin e vuajtjeve dhe kryqëzimit të Jezu Krishtit, duke u konsideruar një nga momentet më të dhimbshme, por edhe më të shenjta për të krishterët, pasi i kushtoi sakrificës së tij për shpëtimin e njerëzimit. Ceremonia është zhvilluar në kishën Shën Theodori në Vlorë, ku besimtarë të shumtë janë mbledhur për të marrë pjesë në ritet fetare dhe për të shprehur përkushtimin e tyre. Atmosfera ka qenë e qetë dhe reflektuese, e shoqëruar me lutje dhe këngë kishtare tradicionale. Pas përfundimit të shërbesës, është zhvilluar edhe dalja e epitafit nga kisha, një ritual simbolik që përfaqëson varrimin e Krishtit. Procesioni ka vijuar në për rrugët e qytetit, i shoqëruar nga besimtarë dhe qytetarë të shumtë, të cilët me përullësi dhe respekt kanë ndjekur këtë traditë të hershme fetare. Ndërkohë, si çdo vit në prag të Pashkës, besimtarët ortodoks dhe banorët e Zvërnecit u mblodhën për të kremtuar të Premten e Madhe duke marrë pjesë në ceremoninë e epitafit. Me përkushtim dhe devocion, qytetarët ndoqën procesionin tradicional i cili shënon një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit liturgjik ortodoks. Zvërneci edhe këtë vit u bë qendër e kësaj tradite shpirtërore, duke ruajtur vazhdimsinë e riteve dhe kulturës fetare që përcillet brez pas brezi, në një atmosferë të qetë dhe solemne.